Nderuar vëllezër dhe motra, do shpalosim sot para juve një ngjarje dhe një ndodhi të një njeriu 18 vjeçar i quajtur Haritha radiallahu anhu. Tregohet një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takoi Harithën dhe e pyeti: "Si u zgjove o Harithe?" Ai ja ktheu: "Jam zgjuar duke qenë besimtar i vërtetë i dërguari i Allahut." E ai i tha: "O Harithe, çdo fjalë e ka një të vërtetë, e imanin, besimin tënd, me çka e vërteton?" Atëherë Haritha ju përgjigj: "O i dërguari i Allahut, çdo ditë kur zgjohem mëngjes, më duket sikur e shoh arshën e Allahut me sytë e mi, më duket sikur i shoh banorët e xhennetit duke u kënaqur në xhennetet e larta dhe banorët e zjarrit duke vuajtur brenda tij, dhe thot prej kësaj kohe kam vendosur thot që të heq dorë nga të mirat e kësaj bote dhe ditën ta kaloj me agjërim, kurse natën ta kaloj me namaz." Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: "O Harithe, me që pas ke kuptuar, atëherë mos ju ndaj kësaj." Pas një viti, dashur vëllezër dhe motra, ndodh betejë e Bedrit. Dhe pikërisht me fillimin e betejës, atëherë një shigjet e cila vjen nga armiku e godet Harithën në qafë dhe vdes Harithe. Pas përfundimit të betejës, ushtria muslimane po kthehet në Medinë dhe familjarët po dalin të presin të afërmit e tyre. E në mesin e tyre është edhe nëna Harithës, e cila e priste djalin e vet të ri që t'i kthehej, mirë po ju, ai nuk ju kthye. Dhe natyrisht, kur ajo nuk e pa djalin e vet, atëherë pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, më thuaj, e ka fitu biri im Harithe xhenetin dhe unë të gëzohem me këtë? Apo Zoti na rujt, ai është dikon tjetër dhe unë ta qaj atë?" Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ju përgjigj: "Si e thua këtë o nëna Harithes, nuk është vetëm një xhenet, janë disa xhenete dhe Harithe i biri yt e ka fituar xhenetin Firdaus." Kjo është shpërblimi i imanit Harithes. Kjo është dhe mrekullia cilën e bëri imanin në zemrën e Harithes. Prandaj vëlla dhe moter, ku jemi ne me imanin? Ku jemi ne ata cilët imani ju na nxitën këtë pikë? Ishte pikërisht Haritha ai që fjalët që i tha i dëshmojnë vepër dhe për këtë dëshmoi pejgamberi alayhis salam. Zoti na bëhet mundur që përngjojmë dhe të ecim rrugës këtyre njerëzve. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.